Ju e thot pak më parë që ndikon PCOS, por a ka tjetër efekte anësore berberina në hormone apo në ciklin menstrual tek vajzat e reja? Një person, fillimisht, personat që janë shkatëzuar nuk duhet ta përdorin në mënyrë kategorike. Personat të cilët vuajnë nga diabeti dhe përdorin metformin, nuk përdorin përsëri në mënyrë kategorike. Personat që janë nën 50 vjeç, përsëri nuk duhet ta përdorin berberinë, pasi mund të shkaktojnë hipoglikemi. Pra, një humbje të sheqerit të tepërt në organizëm, gjë që mund të shkaktonte gjendje të fitit. Natyrisht, e jashtë më përpare, berberina ka një efekt shumë afatshkurtë, që themi nga vakti në vakt. Edhe për të këshilluar gjithë 500 mg të merret para çdo vakti, për personat që janë kontrolluar, të monitoruar dhe dinë se është shtazia e sheqerit në gjatë të këtyre personave. Natyrisht, berberina si bim ka një efekt i cili stimulon përdorimin nga qelizat e glukozës, por gjithashtu dhe frenon çliриmin e tepërt të glukozës nga mërqia. Por nëse ne e bëjmë këtë të pakontrolluar, pra ne nuk e dim se sa organizmi ynë prodhon glukozë dhe sa e kemi sesinë e sheqerit në gjatë dhe ta përdorim në mënyrë të pakontrolluar, mund të sjellë pasojë, në rastin që të piki ulje të sheqerit në gjatë të mjaftueshme, që është sjell këputje në lodhje, por mund të ketë edhe kafshë dhe diare nga personi se si mund të jetë në tolerancën ndaj këtij produkti apo jo.